Ribashkimi midis Eglit dhe Gjestit. Olta sheta plas bombën edhe Gjesti duket se po përpiqet për një ribashkim. Ja çfarë po ndodh. E ftuar në një emision me Ronaldon për të folur për Big Brother VIP ka qenë dhe ish konkurrentja Big Brother Olta Sheta. Ajo ka komentuar lojën e banorëve të Big Brother VIP dhe dinamikat e fundit të ndodhura në shtëpi, teksa e ka shikuar të ardhmen e Gjestit dhe Eglit si një shif deri në fund. Ajo ka habitur teksa e ka analizuar momentin e tyre në këtë shtëpi me këtë mendim. Unë kam thënë që do të kemi një lidhje atje brenda midis Gjestit dhe Eglit, do të ndodh. Çrëndësi ka për lojë apo për pasion, por do të ndodh. Më shumë se në kuadër të lojës, Gjesti ka kartën e fundit të dashurisë. Do plas dashuria sepse ajo puthje që bën kur vun në skenë Notre-Dame de Parisin ishte shumë pasionante nga të dy, kështu që do ketë edhe një lidhje atje brenda. Fama është e rrezikshme dhe të merr çdo gjë tënden. U shpreh Olta duke thënë se Egli ka shkuar për ta vënë kundër Gjestin, mirë po kur të shoh dashuri nga ana e tij, do të bie sërish në të njëjtën grack. E duket se fjalët e saj kanë qenë të vërteta pasi vetëm pak minuta më parë ka qenë Gjesti i cili ka përmbysur situatën duke i shprehur dashuri Eglit. Në rikthimin e saj edhe pse të ndarë, Egli dhe Gjesti e kanë ndërlikuar marrëdhënien për të qenë në qendër të vëmendjes, teksa ata ishin duke qëndruar në obor të shtëpisë me daljen. Këngëtari nuk i ndali ngacmimet ndaj Eglit, duke thënë se e ka dashur e vazhdon ta dojë akoma, teksa tha, po të kam dashur moj, të dua akoma, teksa Egli nuk e besoi duke u shprehur, lërit e ka ato që ke bërë dhe jemi okej, të uroj vetëm të mirën, nuk i uroj të keqen askujt. Shko te portokallia e bëj hajgare se ka mbaruar ai film, u shpreh ajo. Megjithatë fansat e kanë parë se një buzëqeshje nën nga ana e saj, duket se ka akoma dashuri ndërmjet dy të rinjve.